Që do që ne rastisim që ditë pas dite themi që s'më bëri mirë ky ushqim, po së ngra ndonjë gjë kush e di se çfarë, është pjesë e rutinës time që të konsumoj këto produkte të caktuara, dhe pastaj themi që mos ndoshta temperaturat e larta bëjnë që të kontaminohen më shpejt, le themi, produktet dhe ushqimet që ne. Tani ti e pe që unë mungova ditën e hënë program. Po. Kështu që ditën e hënë unë mungova në program se duket isha kontaminuar të dielën. Gjithsesi, domethënë, pikë pyetje është. E flasim ditën e sotme sepse ka një gjë të vërtetë që të paktën nga rastet e fundit që ne kemi arritur që të mësojmë, janë të shumtë numrat që janë drejtuar drejt urgjencës për të shpëtuar, le të themi, nga ajo situata e momentit si pasojë e elmimeve të ndryshme që kanë ndodhur, sidomos fundjavat janë ato që si duket janë më të predispozuara. Që kështu e flasim me mjeken ton të dashur, që mezi presim që të vinë në studio, doktoresh Suela Xhufi, toksikologe, mirëmëngjes, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, doktoresh. Është vërtet kjo, se nuk është vërtet. Sepse ne e bëjmë si diskutim edhe marrim shkas edhe që bëjmë bisede edhe përpara emisionit. Kemi këtë fat. Po, kemi këtë fat. Ndërkohë, jemi ditë e premte dhe jo më kot, thamë që ta flasim dhe sotme, sepse kemi fundjavën përpara dhe duket si predispozit shumë e lartë për të qenë pre e një helmimi të caktuar. Vera në vetvete ka kushtet klimaterike të tilla që e bën të favorshme një mbivendosje bakteriale ose një shumim bakterial në krahasim me dimrin, sepse është lagështia më e lartë, temperaturat janë më të larta, dhe nëse do flasim për temperaturat optimale që duhet viruseve të traktit gastrointestinal, siç janë rotaviruset, që pas ke qenë smurti para disa ditësh, siç mund të janë bakteret të tipit të salmonellës, të Escherichia colit, dhe shumë lloje të tjera, ose dhe toksinave, të cilat vinë nga shumimi i baktereve, kanë një temperaturë 5 gradë deri në 60 gradë, që ato shumohen, dhe mund të shumohen për 20 minuta. Nëse ti një ushqim, siç mund të jetë qumshi, djathi, mishi, e lën në tavolinë në një temperaturë që ambienti e ka 32 ose 33. Temperatura optimale është 37, patjetër që është temperatura korporale e trupit. Domethënë temperatura brenda trupit është 37 normalisht. Nëse marrim normalen 36 pikë ca, në trup është 37 pikë ca. Kështu që normalisht në ver kemi temperatura të larta dhe janë optimale temperaturat kur ushqimi lihet jashtë. Ne kemi diskutuar edhe herë të tjera që nëse një ushqim siç është mishi, peshku, djathi, qumshti, kosi, sallatrat lihen mbi 2 orë, ato kanë një indicio shumë të lartë në temperaturë të lartë në shtëpi, domethënë, kur nuk është ndezur të paktën në kondicioneri, prapë dhe kondicioneri nuk është se ka 9.5. Ti je 9.5. Nuk duhen lënë më shumë se sa në të behar, më shumë se sa 1 orë jashtë. 1 orë jashtë. Jo, nëse në dimër e kishim 2 orë rregull, në behar do ta ulim në 1 orë. Në 1 orë të këtyre produkteve. Se më pas fillon ky shumimi bakterial për që ishim duke shumimi bakterial. Nëse duam të marrim ushqime veta që do shkojmë në plazh, patjetër që duhet të marrim ato termoset ku të jetë i futur akulli, që mund të jetë një frut që mund ta bërë si akull, që kemi diskutuar edhe herë tjetër, që mos u zëri vend. Gjithmonë me shumë kujdes të shtuar, pra duke eliminuar ndoshta plastikën, sepse duket sikur në ato qeset e plastikës që kanë ose jo vakum mund vendoset një tost, një frut, një gjë e caktuar. Pra është fantastik, por domethënë jemi nëse nuk do kishte material, pasi do të ishte shumë e mirë. Të kishte silikon do ishte ideale. Silikoni për të paktën nuk ka studime akoma, më vonë do flasim për silikonin, momentalisht nuk kemi studime që të futet në gjak dhe të krijojë efekte të inflamacionit kronik që kemi diskutuar. Kështu që janë shumë të rëndësishme mënyra se si merret ushqimi. Dhe në momentin që të paktën për fëmijët, se më shumë për ata marrim me vete. Po, e vërtet. Se ne një frut marrim në shoqërojmë në një kafe, në një pije jashtë. Kur ikim në plazh nuk do ham me vete, është paktën pjesa më e madhe shqiptare. Po termusi, se edhe termusi mbase mund të ketë një kozjatje maksimale, pra cila mund të jetë kozjatja maksimale që mund ta përdorim, se ka raste e marrim 8 mëngjesit derisa ti mos jetë shkrir akulli, është okay. Nëse fillojnë dhe ato ngrohen, pastaj nuk ka më. Nga ngrohja është jashtë domos është më pak se 1 orë koha. Se presuppozohet që ti shkon në ora 9, po marrim orën më të shpesh që fillon lëvizja, dhe deri në ora kush piku, deri në ora 4, normalisht temperaturat janë mbi 40.
Po, patjetër. Kështu që shumimi e ul arrin atë 20 minutë që ne art që thash unë. Po. Po cili është produkti që kemi më shumë risk për t'u helmuar gjatë verës? Janë këto akulloret. Akulloret në qoftë se, për shembull, në qoftë se nuk kanë kushtet adekuate, po flas se pjesë më madhe i konsumojmë, jo se janë shumë të rrezikshme, në qoftë se nuk mbahen normat e higjienës, patjetër që janë të rrezikshme. Normalisht duhet të jenë nën 5 gradë të ruajtura në frigorifer, që të mos kemi shumim. Zakonisht personat që vuajnë nga helmimi nga akullore vinë nga stafilokoku, i cili nuk është vetë bakteri, po është toksina që e helmon individin. Dhe kjo mund të vi nga një plag që mund të ketë personi që e gatuan ose që e shërben. Prandaj duhen ato kushtet higjieno-sanitare që në momentin që shërbehet mos në pak në Kendoreza? Po, do të ishte idealja, por dhe ai që e përgatit. Po. Ai që e përgatit do të mbajë Doreza, një. Dhe tjetër që është më rëndësishme, nuk duhet në mënyrë kategorike që të bëj mos larje të duarve. Pra duart duhen larë para se të përgatisi dhe mbasi të përgatisi. Kombinimi i enëve të ushqimit, do të thënë, nëse ne presim mish, do të presim vetëm mish me atë thik, ose pjata ku ne presim mishin, ose ajo tavolina e drurit. Plastika nuk do ta preferoja të ndarjes, sepse detyrimisht ka mikroplastik, e cila duke u përdorur shpesh, ajo duke u çarë, mbledh copza dhe është goxha e lartë niveli i mbledhjes. Pra druri do të ishte më ideal të lahet mirë para se të kalojë nga, sa familje kanë 2-3, një kemi gjithë. Të lahet mirë, mbasi me ujë të ngrohtë, me solucionin e detergjentit zakonshëm, ose mund të përdorim dhe limonin. Dhe limoni është shumë i mirë, një limon që e ke përdorur në tavolinë, mos e hidh poshtë, me pak krip edhe me pak sot buke është shumë i mirë për të bërë të pastrimin, jo vetëm të këtyre, mbasi kemi para se ta lajmë me solucion, dhe të banakut. Po, e zbardh, sepse është natyral, nuk është... E disinfekton në një farë mënyrë? E disinfekton shumë. Disinfekton goxha. Pra mund të zgjedhim një metodë natyrale. Natyrale, shumë e mirë. Tepër që në ambientet ku ka fëmijë të vegjël. Do të ishte ideale, sepse fëmia nuk merr, nuk kontaminohet nga këto produkte të tjera toksike që kanë vetë detyrimisht. Patjetër. Përse ndodh kaq shumë që gjatë kësaj periudhe, ndoshta kesh informimi ose nuk e di, kemi kaq shumë lajme të helmimit nga frutat e detit? Sepse ka një vështirësi akoma më të lartë në fakt në organizmin e gjithë secilit. Sa më shumë. Koha e ekspozimit është më e gjatë, dhe me thënë të thash, frutat e detit kanë ato guaskën zakonisht, dhe në momentin që kanë guaskën është më vështirë për t'i menaxhuar në gatim. Fluksi është shumë i lartë i personave që fillojnë të konsumojnë frutat e detit dhe kujdesi ulet, nuk është si në dimër, që kujdes më i lartë. Temperaturat e larta e bëjnë të favorizuar mbi vendosjen bakteriale, riprodhimin bakterial. Higjiena ose marrja përsipër të gatuar të personave që nuk janë adekuat në këtë profesion. Duke qenë se është biznes, në verë e marrin përsipër të persona që s'ka lidhje fare me gastronominë. Shkak të fluksit. Kështu që nga fluksi, detyrimisht, vendet jo të duhura të konsumimit janë shumë faktorë që ndikojnë, por nëse ne zbatojmë kushtet higjieno-sanitare të sakta, dhe është edhe kombinimi i orarit të caktuar. Tashi normalisht një ushqim me shumë yndyrë nuk mund të hahet në kohën e drekës. Dhe me një temperaturë kaq lartë, sepse t'i jep një farë, edhe organizmi jep një farë mbi ngarkesë. Po janë problemi edhe yndyrnat, janë krudot në vetvete, se sidomos një kur vjen pjesa e të qëndruarit në plazh, pra në drek, shijojnë më shumë ato krudot, po ana tjetër të bëjnë më shumë dëm. Krudot janë shumë, megjithatë po lexoja një informacion, sepse normalisht unë nuk merrem me gastronomi, që para se të vendosin krudun, ata bëjnë një si tip sterilizimi me një lloj aparature, që të paktën të bëjnë të mundur eliminimin e sporeve ose të baktereve, para se ta marinojnë krudon, sepse krudoja është mish i pastër,
i pa zier ose i pa gatuar dyrimisht. Dhe kanë incidencën më të lartë, jo vetëm të parazitozave, por edhe të kontaminimeve ushqimore. Kështu që risku i krudove në sezon e verës dhe në persona cilët nuk ja kanë iden se si përgatitet, është shumë e lartë që të çojë në një kontaminim në një helmim ushqimor.